Dhe në fund, ai motivimi i tij i kish bledu biskota aty në tavolinë dhe kafet, gjagj apo do një kafet aqe se tash më ke orë të më po gjagj. Edhe dëgjush, unë ndisha ma e dopca se ai. Motivi, shpresa e tij edhe ajo se do t'i ketë një epilog, realisht Afrodita e pa e përmendi që është krenore me mu me punën e gastaris, po besom që krenaria që ndjej për të edhe pavarësisht se është ku është, nuk besoj që më në të përkrasu me... Arta e kuptoj emocionin dhe mund të vazhdojmë, apo jo, Arta? Të flasim, të flasësh me krenari për takimin tënë me Axhin sot. E ke pritur, e ke përmendur shumë gjatë, ne punojmë bashkë që një kohë, edhe vazhdimisht e ke përmendur sa shumë e ke pritur ata kem edhe madje edhe planifikoje se çka do t'i thuash atij. A ja the të gjitha ato që i ke planifikuar t'ja thuash, Arta? Realisht e ka planifiku plotësisht gjëra tjera. Po aty edhe vetë ai motivi i Axhit edhe ndjenja se qysh vazhdoj ke diskutojshim për gjëra krejtësisht normale, për biseda qysh është gjyshi, qysh janë të shtëpia, këto ndonë se bisedojmë për ditë, po ashtu më kish marrë malli me pas biseda me to, sa ju kun vetë si person nuk kun ma i komunikushëm, ma i qasshëm, dhe kur erdhi vetë rasti për t'i dëgjuar këto edhe vetë ngaj, ishte pak më ndryshe. Unë më them, mikpritja që ndonë se në ato kushte, ndonë se në ato kufizime, ndonë se tash e 5 vite i ndarë ashtu nga bota, prap motivi dhe gëzimi dhe gjërat e tjera nuk i munguan. Ajo që ishte edhe ma e vështirë, Afrodita ishte momenti kur vetë erdhi për kur përfundoi koha e vizitës dhe sipas procedurave vizitorët duhet largohen të parët. Dhe kur erdhi puna që të largohem, ashtu fillova me qajt, sigurisht, dhe po bëna gjitha, mo bëgja qëta, mos e të shojnë, dha që shto da se zban,